Në 10 ditët e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, televizioni Koha emitoi një storje për fatin e jetës së nënës Resmie dhe 3 jetimat e saj. Ajo pas vdekjes së bashkëshortit kujdeset për 3 jetimat dhe jetonte në kushte të vështira. Shoqata humanitare strehimi jetimave për një kohë rekord vetëm në 5 ditët e fundit të Ramazanit përmes një aksioni humanitar dhe fal bamirësve arriti që këtë familje ta bëjë me banesë të re. Televizioni Koha vizitoi nënën Resmie dhe fëmijët e saj në banesën e re. Nëna Resmie dukej sikurse ende nuk besonte se ëndra është bërë realitet. Nuk ka përshkrim ajo ndjenjë se ku kemi kanë, ku imi. Ajo është dallim i madh atje shmit me të këto shmit. Kemi kënë traqëm, si një kumbi kak, kur e kje i e rahat në shtëpinë tonë dhe në temelin tonë, që ajo fal donatorëve dhe shoqatës, strehimi jetimave dhe gjithë ata që kanë kontribu, Zoti inshallah i shpërbleft me të mirat kësaj botës tjetër, po inshallah Zoti shëndet ju dhash të gjithëve. Thotë se tani ndjehet rehat, ka një kulm mbi kokë dhe kushte shumë më të mira për fëmijët. 3 jetimave u është kthyer buzëqeshja, mbase ende nuk janë të vetëdijshëm se jetojnë në banesën e tyre. Ende nuk janë në të gjë se është e atyre, po pi qifit, pi gjazmimit, këto ende mendojnë vë duken, mos bëjmë kështu, mos bëjmë ashtu. Ama janë tepër të lumtur. Banesa ka të gjitha kushtet, një dhomë për vajzat dhe dhoma tjetër për djalin, një sallon, banjo e kuzhinë, kushte ideale për jetë dinjitoze. Shumë mirë, do me thonë si për mu, si nanë që jam, po edhe fëmijët, do me thonë këto fëmijët, ndoshta do i kishim pas, po ndoshta edhe jo kushtet, ama tash për tash si të fëmijët i kanë gjithë kushtet, si cili fëmijë, do me thonë, dihet ajo një gjë që jo është shtëpia jote, si thojnë. Në çdo kërkesë që jo bëhe imja, që kam lip dash fëmijët, çdo kërkesa janë plusu krejt. Krejt është, do me thonë, mirë, ashtu si e kemi dersi unë si fëmijët, është gjithë shka në rregull. Nëna Resmia dhe 3 jetimat kur nuk do të harrojnë sakrificën e shoqatës strehimi jetimave dhe bamirësve që një ëndër e shndruan në realitet. I konsiderojnë si familje të dytë. Zotëri Jusufit, zonjës Valdeta dhe Indritit, inshallah Zoti i shpërbleft, ju dha shëndet e të miran për në çdo aspekt, për në çdo punë që e fillojnë tash e pas rastit tim të kenë sukses. Nga shoqata humanitare strehimi jetimave krahas modestisë donin që çdo gjë të jetë transparente karshi bamirësve dhe donatorëve. Thonë se banesa me 62 metra katror ka kushtuar 62.000 euro. Kësaj shume duhet të shtohet edhe rirregullimi i banesës, ndarja e dhomave, mobilimi, orendiq shtëpiake. Thonë se edhe në këtë pjesë të punëve kanë patur donatorë që i kanë mbështetur. Nga kjo shoqat nuk donin të plisnin shumë, thonë vetëm se jetimat i kemi amanet prej Zotit. I kom konsidera si familjen teme, i kom konsidera si fëmijët e mi, jena mundu maksimumin ne si shoqat, atë ëndrën e tyre gjë kishin të bëjmë realitet, falë Allahut, ndihmën e këtë bamirësve, faleminderit këtë donatorët në kanë përkra shumë. Ne pra me kina bë gjumin rahat. Kina qu një amanetin e Allahit. Jetajmë të kina amanet për Allahit. Ne një amanetin e Allahit pra me kina qu në vend. Valdeta gati se në çdo fjalë përmend bamirësit dhe donatorët, por nuk harroi të potencoj edhe sakrificën e familjes së saj në realizimin në kohë rekord të këtij projekti. Unë kom patën e përkrajen e madhe në bashkëshortit Jusufit, gjallit e Ndritit, më kanë përkra shumë, sepse fillimi ka qenë
Si fillim ka qenë shumë zamet, po, alhamdulillah. Sepse çdo gjë e ku mendasi për fëmin tim. Çdo gjë e ku mendasi për fëmin tim, alhamdulillah. Për fund, Valdeta dhe shoqata Strehimi i Jetimave kanë edhe një mesazh. U boj apel gjithë bamirësve se amaneti tyre, për kraja e tyre, do të shkoj aty ku duhet. Aty ku duhet është edhe projekti i radhës i aksionit humanitar të shoqatës Strehimi i Jetimave. Sërish 3 jetim pa nën e pa baba. Për 3 jetim që është kujdesur e po kujdeset gjyshja e tyre e moshuar. Nga shoqata thonë se edhe në këtë projekt nuk do të mungojë mbështetja e bamirësve.